Dhe këtu i kthehemi sërish asaj që në Kur'an ka një shprehje Zoti thotë që ndikovi ajo ndryrja e muslimanit. Ajo po pikërisht pra, unë po them kthehemi sërish te Kur'ani dhe Kur'ani ka një ajet dhe thotë që Zoti, ata e bëjnë planin natën dhe ne ju aprishim ditën. Pra këto janë planet e tyre. Dhe prandaj them që është false flag operation dhe asgjë tjetër. Kush është synimi nëpërmjet saj? Ku duan të arrijnë? Synimi nëpërmjet saj duan të arrijnë një luftë të justifikojnë një goditje të re ushtarake, pra një luftë të re kundër Libanit, pra Hezbollahut në Liban dhe të pushtojnë territoret libaneze, pra jo vetëm lumin litan, po të shkojnë deri më tutje, pra të marrë njëjtat territore që kishin deri në vitin 2000, që kishin deri në vitin 2000 ato territore. Dhe njëta gjë duan sërish të sulmojnë Iranin, por nuk mund ta bëjnë këtë të vetëm. Pra për ta bërë këtë ju duhen patjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Se Evropën e kanë me vetë. Ju duhet një mbështetje morale. Edhe mbështetja ushtarake, jo morale, sepse po mirë, nëpërmjet moralit krijojnë mbështetjen. Baza e tyre është mbështetja ushtarake dhe pa ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ata nuk mund të bëjnë asnjë dhe për këtë arsye janë duke krijuar këto false flag operation, cilat unë mendoj se do të vazhdojnë, pra nuk është vetëm ky, për të krijuar idenë që shikon, ne jemi të sulmuar në të gjithë botën dhe për këtë arsye edhe këta duke drejtuar gishtin nga Hezbollahu, Hamasi dhe nga Irani, dhe këta neve duhet t'i eliminojmë se po su eliminuan këta, këto do të vazhdojnë. Pra ky është qëllimi i tyre. Dhe deri kishin holokaustin që e përdornin për të mbijetuar, tash holokausti sepse holokaustin e ra sepse ata bën një holokaust tjetër kundër një populli tjetër që pritet që ju një popull tjetër. Ata janë i njëjti popull, pra si ata duan të ngrenë një holokaust sërish me këto. Pavarësisht se themi një popull tjetër, po themi një popull tjetër në aspektin se ta quhen palestinezë, ta quhen izraelit. Por realiteti është që hebrejt dhe palestinezët janë një popull. Janë semitik. Pra, hebrejt dhe palestinezët janë një ras sepse kanë një baba. Prandaj hebrejt nuk janë sionist. Kanë një preambël, pikërisht sepse kanë një preambël. Po ti shohësh edhe në aspektin fetar, hebrejt kanë shumë ngjashmëri me Islamin.